Dojmë për një temë e cila shumë me rëndësi për komunitetin tonë, edhe ajo është rëndësia e vizitës të një të smuari. Ju e dini që në komunitetin tonë ka shumë njerëz që janë të smur, ka shumë njerëz që janë në nursing home, shumë njerëz që janë në spital, HK, ku ta diun. Edhe pak prej neve bëjmë që të shkojmë t'i vizitojmë ata, edhe pse në aspektin fetar. Ju tregoj disa gjëra që janë shumë me rëndësi. Njëra prej obligimeve të muslimanit ndaj muslimanit tjetër është vizita e të smuarit. Ne kur ndëgjojmë që një antar i komunitetit tonë është i smur, automatikisht ne kemi spaku dikush prej neve e ka borxh që të shkoj ta vizitoj atë njeri. Posaçërisht ata të smur, të cilët nuk janë gjendje me dalë nga shtëpitë e tyre, ose nuk janë gjendje me dalë nga spitali, ose nursing home, ose kudo që janë, ata çka presin prej neve? Ata vetëm presin vizitor që kur shkoj ti vizitoj ata. Feja islame na ka treguar që vizita e një të smuari është sunet i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Numër 1. Nën 2, pejgamberi na ka nxit neve si musliman që ta vizitojmë njëri tjetrin, sepse secili prej neve ose sot, ose nesër do të smuhet. Edhe vetëm atëherë e kupton çfarë vlere ka qofse dikush ju viziton. Pejgamberi selam ka thënë, qofse njeriu shkon edhe e viziton një të smuar në mëngjes, 70.000 melaçe luten, ngritin durët edhe luten për atë njeri deri në mbrëmje. Edhe në qofse njeriu e viziton një të smuar në mbrëmje, 70.000 melaçe luten për te deri në mëngjes. Pejgamberi sa gjithashtu ka thënë, njeriu kur shkon ta vizitoj një të smuar, derisa është në atë vizitë, ai është sikur me qenë në xhennet tek Allahu subhanahu wa taala. Pra vëllezër të nderuar dhe motra, kjo vetë nuk vlen vetëm për neve, po vlen edhe për motrat tona, që vizitën e të smurit ta kemi njërin prej prioriteteve tona si komunitet. Edhe ne kur shkojmë të i smuari, ne nuk dojmë që të marrim gjëna, ne duhet të marrim sevap, se nga njëherë njeriu kur shkon ta viziton një të smur, mund të kthehen në shtëpi si gjënaçar. Çka do të thonë kjo? Kur njeriu shkon të i smuri pa paralajmërim, kur njeriu shkon të i smuri edhe shkon në kohën jo të duhur. Pra ne si musliman, po edhe si komunitet që jemi këtu, para se të shkojmë ta vizitojmë një të smur, është shumë me rëndësi që ta pyesim dikon prej antarëve të familjes, ose që nëse nuk ka të spitalin, ose kudo që gjendet ai person, cila është koha më e mirë që ta vizitojmë personin. Ju e dini që kur je i smur, njeriu nuk është rahat. I ka ato momente që ai duhet të pushoj, i ka ato momente që duhet i marr ato barnat, i ka ato momente që duhet i bëj ato kontrollat. Pra ne duhet kemi kujdes kohën kur të shkojmë ta vizitojmë një të smur, që të shkojmë në kohën kur ati i përshtatet, jo kur na përshtatet neve. Se këtu është problemi që ne, kur shkojmë të vizitojmë një të smur, çka? Ne e bëjmë plan kur neve na përshtatet. Do të shkoj pas pune. Po ku e di që për personin është koha e duhur tash? Pra, gjithherë kontaktoni ndonjë antar të familjes edhe pyetni kur është koha e caktuar. Në 1. Në 2, është mirë që njeriu kur shkoj ta vizitoj një të smur, mos të qëndroj shumë, mos të qëndroj gjatë. Vizita e të smurit është shumë vizitë e shkurtër. Bane men këtë. Se si thash, atyre ju vjet turp me thanë që duhet shkoj për shembull bathroom ose duhet flej se të pushoj. Pse ngushton ti atë? Njeriu vetë duhet ta kuptojë që kur të shkon atje, vizita të jetë shumë e shkurtër.
Nën 3. Kur njeriu shkon ta vizitojë një të smur, është shumë me rëndësi që ai me zgjedh fjalët që i fol aty. Jo ai të fol që çfarë pas ka gjetur ty, kjo smundje është shumë e vështirë, e ti t'ja bësh kiamet atij të smurit, ai bolli ka të lashet e vet, smundjen e vet. Pra njeriu do t'i jep kurajo, njeriu do të fol fjalë të mira. Edhe pejgamberi selam na ka mësuar që kur të shkojmë te një të smur, të lutem për atë. Ka lutje specifike në hadith pejgamberit selam, se cilat lutje, mirë po ato lutje e di që shumica ndoshta për juve nuk i dini. Mirë po me rëndësi që lutja t'jetë nga zemra. Lutja t'jetë nga zemra, edhe gjithër lutja të jetë pozitive. Inshallah Allah i të shëron sa më shpejt. Inshallah herën tjetër kur takohemi pin kafe së bashku, do thot ne do t'i japim kurajo, do t'i japim atij njeriu vullnet që ai t'jetoj. Jo t'ja bëjmë me keq se sa ai është duke kaluar në ato momente. Vëllezër dhe motra të nderuara, në ditën e gjykimit, Allahu do të na thot neve, secilit prej neve, o filan, e dini thot që unë kam qenë i smur edhe nuk i ardh të më vizitosh. Edhe ne i themi, o Allah, si ka mundësi ti t'jesh i smur? Ti je krijuesi i gjithësisë. Thot jo, e din thot që filani që ti e ke njoft, antari i komunitetit, antari i familjes, dikush që e ke njoft ka qenë i smur, edhe ti s'je shku ta vizitosh atë. Sikur ti të kishe shkuar ta vizitosh atë, më kishe gjetur mua aty pranë ti. Kështu po thot Zoti i secilit prej neve. Po jo vetëm te i smuri, po në këtë hadith kutsi, Allah i thot edhe për ata të cilët do thot janë të uritur. Thot o filan, e din thot që unë kam qenë i uritur, edhe ti nuk me ke ushqyer. Ne i themi, o Zot, si ka mundësi ti të jesh i uritur, ti je Zoti i gjithësisë? Thot jo, thot filanin ka ardhur, ka kërku ndihmë, edhe ti ke pas mundësi me i ndihmu, edhe nuk i ke ndihmu. Sikur ti ndihmoja atij njeriu me kishe gjetë mua pranë ti. Edhe thot, oj biri Ademit, në tretën herë, e din thot që dikush ka kërkuar ujë. Mos flasi me shku me vizitu, ose para ujë. Thot edhe ti si s'me ke jep ujë. Thot, o Allah, ti s'je dikush që pin ujë. Jo, thot, atë njeriun që e ke njoft, atë kujtohet kur ka ardhur me të kërku ujë, edhe ti as ujë si ke jep. Sikur ti japësh ujë atij njeriu me kishe gjetur mu pranë ti. Që do të thonë me kishe gjetur mu pranë ti, me kishe gjetur mu që të kisha shpërblyer dhe të kisha ndihmuar. Pra vizita e smurit, vëllezër të nderuar, edhe motra, e ka sevapin shumë të madh në fenë islame. Ka hadithe të shumta që pejgamberi alayhis salatu selam fol për një gjë të tillë. Mirë po, kur njeriu e viziton vllaun e tij, ai është sikur të jeton në një kopsht në xhennet. Edhe vizita sa po merr, pezam krejt çka të merr një vizitor sa, një orë. Me rrugtim, me 5 minuta sa rrin aty, sa të kthehesh shtëpi, sevapin sa e ka te Allah. Në 70.000 me laqe mu lut për ty, me ta dit emrin kush je. Në atë moment kur ti largohesh nga shtëpia ta vizitosh atë smur, ti je sikur t'jesh në xhennet të Allahut, qofse vdes gjatë asaj kohe, direkt shkon në xhennet. Edhe treta, ti ju përgjegjesh urdhrit Zotit që ka thënë kur dikush është i smur, shkon e vizitoni atë se me gjeni mua pranë ti. Edhe e katërta, e din sa sevap është kur ti e gëzon një të smur i cili nuk ja hap derën askush. Mua më ka ndodhur vetë që kam shkuar, i kam vizituar disa të vjetër, që ndoshta nuk kanë edhe shumë familje. A beson, unë gjithër jam mundu ta praktikoj këtë 5 minuta, mirë po ka pas raste që vizita ka ndodhur 3 sahat, 4 sahat. Unë doja që të largohem, për Zotin rri edhe pak. Pse? Se kishte asken të ta bëj një muhabet.
se kishte asken të qaj një hall me te. Ne si imam, ne kemi me obligim se sa ju, po edhe ju e keni obligim të vizitoni njëri tjetrin. Edhe vetëm ata të cilët kanë qenë të sëmurë, kanë qenë në spital ose në shtëpi, vetëm ata e dinë sa rëndësi është dikush më ia hap derën edhe me vizitu dikën. E posaçërisht, ju që jeni ndoshta më të vjetër, që keni kaluar me 10, 20, 30 vjet, 50 vjet së bashku, kjo shumë e rëndësi që ti mbani lidhjet me njëri tjetrin. Se krejt po shkomi ka pleqëria, është ashtu? Po do me thënë, tjetër muhabet është kur dikush i ka 70 vjet, është i smur, apo? Tjetër muhabet a i bën me dikon që është i moshës ti, tjetër muhabet bën me mua që jam ndoshta 30 vjet me i ri se ai. A është ashtu? Me atë që është njëjtën moshë, ai edhe muhabeti shkon ndryshe, se e kuptojnë më ndryshe njëri tjetrin. Pra vëllezër të nderuar, shfrytëzoni muajin e shenjtë Ramazanit, edhe njëra prej gjërave që do të jetë në listën tonë. Në listën tonë është kur kemi mundësi ta vizitojmë dikën. Edhe një dua ta ceku. Kur ne ndëgjojmë që është dikush smur, sunet është me vizitu një herë. Pastaj nëse ti do me vizitu më shumë se sa një herë, sevap ki, po sunetin e ke kry me të parën herë. E kupton? Nëse ki ko të fitosh sevap, ti shko sa herë që ke mundësi. Nga një herë, kur të shkojmë ta vizitojmë të smurin, e ke pa që nuk na lojnë ndoshta me hyrë në dhomen, se është shumë i smur ose diçka. Ti edhe nëse s'mund të hysh ta vizitosh atë, ti sevapin e ke fituar tek Allah. Vetëm për një jetë edhe që je shkuar aty. Mu më ka ndodhur me shumë raste që kam shkuar s'me ka lënë të hyj, se ka qenë jo gjendje të mirë ose ku ta di unë, mirë po sevapin e merr te Allah. S'ka nevojë ti thosh, hey, ka marrë me të parë. S'ka nevojë, edhe nëse ai nuk e din, kush e din? E din Allah subhanahu wa taala që ke shkuar të vizitosh edhe merr sevapin